Na tregoni në momentin që jeni gati. Do shkojmë në shkrim, na po marrim pak kohë ceremoniale, po. Edhe tani jemi të gatshëm për deklaratë, deklarata do të fillojnë në kom. Jo, ovo. Kur do të jeni gati, ja? Gati. Mikrofon? Ja, to pa na penjanje ali ne? Bolje. Ja, kom. 10 sekunda, bana da çat mikrofone sa to zvuči me drejtu çosha. Kom. Okej, po të që thash avim se o punë Kërë që jemi gati, ja? Okej. Jemi gati? Po. Okej, faleminderit shumë. Jemë në bisedime që një muaj e ma shumë. Zbashku me zëmëvojnë. Bisedime jo të lehta kanë qenë, por është vendimi arbitrajës që këto bisedime i ka qartësu e ka gjestu në ardhërin në pikën ku jemi kanë sot. Fevreni që sot është një konferencë për media pak më ndryshe në raport me konferenca tjera të cilat i kemi majtë na edhe në raport me prezencën të cilën jam unë plot dhe zëmëvojnë në këtë rast, unë koncepcion me strukturën menaxhuese të telefonit Kosovës dhe zëmëvojnë me vetë pronare me kompani. Dhe sot jemi asët që me vërtet mja kumësu ju dhe një lajmë shumë të mirë të cilin e kemi arritë sot. Dhe lajmë i mirë ka të bëjmë me arritin e marrëveshjes së mirë kuptimit për realizimin e vendimit të arbitrajit, ku kjo marrëveshje sot që kemi arritë, është një marrëveshje që kom arritë bashkë me stafin tim menaxhues dhe qysh sot, kur po flasmi, duhet bëjmë dhirë apo për ditën për opinionin publik. 32 milion euro është shuma, apo mbi 32 milion euro është shuma e obligimit të telekomit të Kosovës që e ka ndaj zëmëvojnit. Kjo është me vendim të arbitrajit, cili ka qenë një proces dhe konflikte afër 2 viteve. Ne sot i kemi ikë edhe një procesit të mundshëm të arbitrajit si rezultat i mos batimit të këtij vendimi i cili ka mujt me pasoja edhe matrana qoftë për telefonin e Kosovës në Sarmën apo edhe për vetë zëmëvojnit. Me fjalë tjera jo më nderuam, edhe pa me kënaqësi që bashku me menaxhmentin kemi arritur që telekomin për thonë hangure, po një fakt shumë real ta shpëtojmë nga falimentimi. Me fjalë tjera, të gjithë punëtorët e telekomit, të gjithë familjarët e tyre, nga sot duhet të jenë të lirë, duhet të jenë të më të relaksuar, për shkak se telekomi i Kosovës nuk do të falimenton edhe përkundër fjalëve dhe zhurmave të shumta të cilat i kemi pasur në këta muaj të fundit. Mbi gjitha kemi treguar edhe një seriositet i cili ka të bëjë me respektimin e vendimeve të institucioneve gjyqësore, ndërkombëtare, këtë rast të institucioneve të tribunalit ndërkombëtar të arbitrazhit dhe si vend po tregojmë një përkushtim në respektimin e këtyre vendimeve, të cilat në anën tjetër apo mos respektimi i vendimeve të tilla kishte me pas përveç pasojave për data institucionin tonë,
po edhe pasoja jo të mira, jo pozitive për vendin apo Republikën tonë. Edhe sot Telekomi Kosovës mbetet i paprekur nga kjo padi. Falë bisedimeve të konta fillimisht në mes të meje dhe Gjerim Devollit, më pasaj në mes të menaxhmentit të Telekomit dhe menaxhmentit të Zomobilit. Me këtë rast në societetën e qoftë falenderoj personalisht Gjerim Devollin dhe menaxhmentin e Zomobilit për pranimin e heqjes dorë nga padia apo për heqjen dorë nga mos zbatimi i vendimit të arbitrazhit, i cili vendim unë po potencoj ka pas vlerën e 32 milion eurove dhe kjo aton lëshëm që sot Telekomi Kosovës nuk i ka pasur 32 milion euro, nuk i ka pasur 32 milion euro dhe çfarëdo rrethona tjera ne si Telekom kemi rreziku shumë seriozisht falimentimin dhe mos pasën e mundësisë të dhënës të pagave të 2300 punëtorëve që kemi, 1200 punëtorëve tjerë të postës të Kosovës që janë shumë të lidhur ngushtë me neve, të sa flasim për 3500 punëtorë që kanë direkt bashkëmëri prej Telekomit të Kosovës, apo mos themi që flasim për një numër prej 20.000 njerëz në vend. Vetëm imagjinoni se çka si kishte me qenë gjendja sociale në vend në qoftë 3500 punëtorë do të marrë sa paga në muajt në vazhdim. Dhe kjo ka qenë materiale që do të ndodhte. Dhe mbi gjitha të dy partnerët tjetër, edhe Telekomi Kosovës edhe Zomobile, ka kuptuar që punëtorët tonë dhe familjet tona janë shumë të rëndësishme, janë shumë e thjeshtë, kemi bërë më të mirën sot që ta marrim një kontinuitet apo ta ruajmë vazhdimsinë e bashkëpunimit në mes të dy institucioneve. Që me vërtetë ne jam i lumtur që kemi arritur deri në këtë pikë. Faleminderit. A bani pyetje? Me shtatë. Okej, come po. Dita, edhe unë kam kënaqësinë që sot kemi arritur një marrëveshje, me lejoni që zona logjikisht një telegrafike të shpjegoj të Mobile apo data por është një kompani private, e cila e ka lidhur një kontratë me Telekomin e Kosovës. Gjatë viteve kemi pas një mos respektim të kontratës në mënyrë të jashtme në kontratës të drejtuar me arbitrazhin. Ne kemi drejtuar arbitrazha ka punë në një pozicion, të cilin edhe zoti drejtori menaxhës e elaboroi. Mirë po, nga ana tjetër duhet të thotë se The Mobile është një kompani e cila kontribon në zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë kosovare, e as se të shuaj vendet të punës apo të dëmtoj edhe të bjerë një kompani të tashore e si propos Telekomi Kosovës para falimentit. Ishte një angazhim pa veprojën i zotit Gjerim Devollit dhe presidenti ekzekutiv ka arritur një marrëveshje. Kemi arritur një marrëveshje e cila është beneficiuese për të dy kompani, sidomos për punëtorët tyre, dhe shpresoj që do të jemi shumë në mënyrë profesionale në shërbimin e klientëve të të dy partë. Gjithsesi, kisha dorë të një kohë të shkurtë, si falenderojmë klientëve të The Mobile, të cilët kanë qenë besnik gjatë kësaj kohe që nuk kemi qenë në tyri për rrugëtimin e aktual. Në vazhdimsi të deklaratës mesh, vetëm edhe një minutë se me ta bëj çfarë. Mas parim vjen keq që me të vërtetë një tregim shumë i gjatë edhe jo i mirë për të dy palët edhe për vendin ka zgat ka shumë dhe më në fund po i vje puni dhe mbi gjitha të një obligim me ndonë me publikun që me heqjen dorë të kësaj marrëveshje Telekomi Kosovës është akorduar që të vetëm pagesë që të dhanë në drejtim të The Mobile janë shpenzimet arbitrazhit të ndodhura gjatë procesit si proces që ka qenë vitin e kaluar. Sa e këto shpenzime? Janë disa shpenzime që po më flasim për një shumë, ashtu jo të vogël, po në raport me 32 milion që të shkuq. Unë kam një pyetje për zotin Devollit. Zoti Devolli, burimi nga prokuroria thonë se jo, jeni të rejtë nga 32 milion euro të arbitrazh me kush që mos hapet rasti e prokurorisë kundër jush. Dhe nga frika e konfiskimit eventual. Pasi ka një opinion se rimat e pronarë të Mobile janë vjen që nga 2016 dhe tipit kompanive offshore dhe la vetë. Dhe sa për drejtorin Mustafa ka në pyetje pse nuk e ndërpres një kompani The Mobile kontratën,
e cila çdo ditë më tepër po ju dëmton dhe po shkon kompaninë tuaj. Okej, po e marrë në përgjigjen. Të kam drejtën kompetencohet disa herë më herët. Gjithë do të kemi kujdes deri në momentin e nënshkrimit të kontratës. Në momentin e nënshkrimit të kontratës krijon raportet komerciale dhe rrjedhin obligimet ligjore në mes të dy palëve. Dhe secila kontratë parashë me klauzulat e veta qoftë vazhdimsinë apo qoftë shkputjen e kontratës. Në këtë rast, edhe më herët ka qenë shkputja e kontratës me Zë Mobile nuk ka qenë asnjëherë në tavolinë, nuk është as sot, edhe sot nuk kemi ardhur këtu për me u marrë me shkputjen apo mos shkputjen e kësaj kontrate, për shkak se është një kontratë nënshkruar në 2009, mirë po unë nga sot mendoj që është një fazë e re e raporteve në mes të Telekomit Kosovës ose Zë Mobile. Do të keni parasysh që në kaluamën ka pasur shumë kundërshtanë të ndryshme dhe shpeshherë zëra të cilë kanë qenë jo edhe të bazuar në shumicën e rasteve. Dhe këta zëra kanë ditë shpeshherë me sjelljen e situata të palakmueshme, mirë po megjithatë, më sot mendoj që është një kapitull po mbyllur, po fillon kapitulli i ri dhe dita sotit është marrëveshja më e mira e mundshme të cilën kemi mujtë me arrit në mes të dy institucioneve në këtë rast Telekomit Kosovës dhe të Zë Mobile. A bon me ditë në marrëveshje, spetim çka ka shqituar Ka të vërtetë, shatat ka të pretendimet. Me qëllimi, të shërë të vërtet mund të shkoni për morrije, ta me në të kaluar kriminale time dhe e marë qëllimi time. Edhe mojë të jepë publike. A bon me ditë çka ka përfituar Zë Mobile, ai merr tash ato 100.000 numra, sepse ju po flisni për një marrëveshje për në shpëtim. Edhe pse kemi pruden që gjendjen pasi tash veç po ja kanë në numra ta kontratën tash të zbaton. Që tash jo rastisht e fillova këtë konferencë me fjalën që kem pas bisedime gjasa, jo flesa për vendimi arbitrazhit i ka qartësuar. Ka pas me vitet të tona kundërshti në mes të dy institucioneve se a ju takojnë numrat apo nuk ju takojnë numrat, dhe ma vonë a ju takojnë shërbimet 3G dhe 4G apo nuk ju takojnë. Dhe këto pretendimet datojnë që nga fillimi në nënshkrimit të kontratës, dhe të gjithë ju e dini që vetë nënshkrues të kontratës publikisht kanë deklaruar në njërin të emisioneve informative televizive në vend që në vitin 2009 vetë nënshkruesi i kontratës, do ne ka deklaruar që kontrata nuk ka para pa ma shumë se 200.000 numra dhe kontrata nuk i ka para pa shërbime 3G dhe 4G. Mirë po vendimi arbitrazhit i ka sqaruar këto gjëra. Ma nuk është diskutabile a ju takojnë numrat apo nuk ju takojnë. Numrat ju takojnë sipas vendimit të arbitrazhit dhe shërbime 3G dhe 4G ju takojnë. Ne po zotohemi edhe marrëveshja në kupton fillimin e zbatimit të këtyre obligimeve të cilat kanë dalë nga procesi apo nga vendimi i arbitrazhit i cili ka qenë proces rreth një viti e gjysmë. Besoj që është e qartë kjo pjesë. Edhe ne nuk kemi më dilema edhe për gjithë juve, është mirë me di. S'ka më asgjë që është pending, anglisht dilemë se a ju takojnë apo të takojnë. Ju takojnë sipas vendimit të arbitrazhit. Jemi të respektuar vendim as më pak as më shumë. Tash sa dhe pas këtë fillu, dhe po të kemi që ajo e na se dina di. Pyetje gjitha? Që faktur që të ka pasë nuk e dinë kontratën, që ka përbanë, edhe kanë frikën se do tjetë ndashme që kësë aje e para. Shqyqën, Seliman, unë e besoj që vendi jonë ka nevoj me fillu me u eduku në raport të rrugët sekrete dhe afarise në mes të institucioneve. Ka sekrete dhe afarise të cilat, jo vetëm për neve, po për qofshin korporata publike, qofshin korporata private, nuk bohen të ditura për publikut. Edhe në këtë rast, jo se ne dëshirojmë me i bo. Mirë po, çdo informatë eventuale publike të cilën ne konsiderojmë që mund të jetë e dëmshme për biznesin tonë dhe për biznesin e Zë Mobile, nuk do të bëhet publike pa pëlqimin dhe miratimin e të dy palëve. Dhe ju kisha lutur shumë që fillojmë të ndalmi këto insinuata dhe këto quasi pretendime qoftë në këtë rast të shefit të sindikatës apo të kujt tjetër. Kontrata si kontrata, kur do që nesër pas nesër do të ketë apo marrëveshje, ndonjë dyshim eventual, unë besoj në organet e rëndë që merren me këto gjëra dhe që thonë drejtën, nuk e kemi në mend me ushtu se çka thot një individ i caktuar, se vetëm pse i shkon mendja apo pse ai mendon se ka diçka në këtë mes. Aq më shumë të pas parasysh biseda të mia të shumta, qoftë me kryetarin e sindikatës apo me anëtar
apo me punëtor tjerë, po me me shefin e sindikatit, i cili ka qenë informuar për çdo pikë e presit të bisedimeve të cilat ne i kemi njegë dhe i kemi bërë me zëmobajnën dhe edhe sot më gjatë se kom taku, bush ma ka thonë ato i fjallë, po më habit kjo pyetje jotja prej tina që ka rrëll, mirë po mu personalisht ato dhe një fjallë të më ka thonë, po është edhe shumë i lumtur sikurse që janë 2300 punëtorë tjerë dhe 1200 të postës që kemi arrit Telekomin e Kosovës me shpëtu prej falimentimit. A ka motiv dikush përgjithësi agron për që ka orë dejtë arbitraje? Është shëtir epidetit ju edhe suma që keni me pagu jo si dëmë shpërblim për arbitraj. A mundin atë që qëtë shumë nëse ju keni shëtim nuk është do të bëjmë publike, po sot ne bëjmë publike. Pse? Për shkak se çdo pagesë që do të bëhet në tek zëmobajnë në raport me shpenzimet të arbitrazhit do të bëhet konform dëshmive faktike, qofshin fatura, qofshin kontrata, të cilat shpenzime kanë rrjedhë gjatë procesit të arbitrazhit. E këto është deri tash jo, s'e ka thënë. Mirë po tentativisht e dim ku jemi. A ka motiv dikush përgjithësi se ka probleme dhe këtu pasi tash problem që pas ka pasur. Shkon prokurori, shkon polici, në do. Ju ka përgjithësi se dini sa keni harxhu. Ka mundësi më të di. Ka mundësi më të di. Shumë bëhet e ditur kur elaboron gjitha dokumentet, faturat, që ka qenë procesi gjatë, 2 vjet, dhe ka pas angazhime të shumta që bardhë të treta, kam faturu, atë të tjera, dhe të tjera. Dhe ata mund të lidhë diçka me mendoj që kjo marrëveshje me si kryesor është punëtorët e Telekomit dhe Zëmobajnë. Atyre ju mundësohet që të vazhdojnë të shërbejnë, të kthejnë procesin e vetë aparatëve profesional, të shërbejnë klientëve, dhe kjo është arritura më e madhe kësaj marrëveshje. Po do të dëvojë se për fakt që më të gjithë kjo falje, 32 milion nuk janë pak, të gjenë se keni falj, apo me gjithë se keni fitu në gjykatën e arbitrajit. Po, përveç që po doni me shpëtu postën, vendet e punës, shqet diçka prapa sajna, apo edhe për zotin Mustafa, është kjo një strategji që në të ardhmen nëse do të privatizohet posta, do të jenë dëvolla që do të aplikojnë. Kjo pyetje dhe ky mendim bizotnon jo sa më prej 2010 që Zëmobajnë që dëvolli ka pretendime të privatizojë Telekomin, po të funit nuk shoh kur do të keqë kush do qoftë biznesmen në Kosovë, qoftë biznesmen ndërkombëtar të ketë pretendime në privatizimin e ndonjë prone qoftë publike apo shoqërore në vend. Ne po bëjmë me bindje të plotë. Çështja e privatizimit apo e faljes së ndonjë aksioni eventual është jashtë kompetencave tona, as që është diskutuar dhe gojarisht më shkon që as që është menduar nga vetë pronari i Zëmobajnë blerimit dëvolli këtë rast edhe nga Miloti apo nga avokatët që është menduar asnjëherë, mirë ne po potencoj qëllimi ka qenë apo është qëllimi më i mirë dhe marrëveshja më e mira e mundshme që kemi mujt me arrit pasi procesit të gjatë një vjet e gjysë e arbitrajit dhe arbitrajit ka sqaruar çdo gjë. Nuk ka më diçka që ka met në ajë. Pse? Gjithë ju e dini. Apo zhuma fjalë të ndryshme rreth kësaj kontrate. Ma nuk do të ketë vend për këtë kontratë. Unë e kam fjalën për zhurma dhe interpretime të ndryshme. Kush do në nesarme që do të ketë ndonjë më dyshje apo ndonjë problem rreth këtyre gjërave, jo më të gatshëm me ofru vendimin e arbitrazhit, qoftë në anglisht, qoftë në shqip, dhe me diskutuar me gjithë juve dhe ju me pa interpretimin e arbitrazhit. Tash po thoni se si besojmë edhe arbitrazhin ndërkombëtar, po ne tribunalin ndërkombëtar të arbitrazhit edhe nuk di ku mund të besojmë. Faleminderit. Shimin do bëjmë sot. Faleminderit shumë që keni qenë. Vagana, tipo? É, me chegou a